Ka femna shumë të ngritura, ka femna shumë të shtypura. Ka humbë morali, nuk është më ai morali. Tash është, nuk ka dashni, nuk ka vetëm interes. Edhe në qift, sot dashni s'ka në qift, shumë pak. Një nanë, kur I le fëmijët, e shkon të tjetër është veç interes është. Dën kertë mirë, dën bësh dhurata, dën bësh mothe, dën harron që ka fëmijë, harron që ka familje, ka burrë, Si po kalon? Mirë. Nga po na vini? Prishtina. E ndërru me, më të pytë sot, sa ka vlera një grua? Ka vlera. Vlera gruaja ka shumë. A mendon që sot vlerat e gruas kanë humbë? Po I përshim gjitha. Tu bazu që po në gjojmë çdo ditë, po në gjojmë shumë çka. Shumë çka. Ka, edhe si ka dhe vlera. Femna do të me pas një nanë, një edukatore, një këto kanë vlerat mëdha, po shumë pak vlerësohen këto. Të na është të fillu prej shtëpisë. Shoqëriton përgjithësi. Përgjithësi. Si po I sheh një femër sot? Shudi me ja përshkru. Ka femna shumë të ngritura, ka femna shumë të shtypura. Kështu që nuk ka mes as pak. Mendon që ka hala në shoqëri femra të shtypura? Ka. Do të me punu ma tepër, me kontribu ma tepër, me ngrit, me eduku ma shkurt ma. Ti si grua të ka bo e pa drejt në herë në shoqëri në tonë? Në shoqërinë tardhme më ka bo e pa drejt, vetëm pensioni, kom punu 25 vite, pension 200 euro, qka është ajo, një ndihmë. Po shifni qëfar shtrejtësie, qëfar... Kjo është pa drejtësi, që edhe unë do të me jetu edhe pse jam të në pension, do të me jetu, do të me si. Po flasim pak për moralin. Si e sheh moralin sot një gruas? Ka humbë morali, nuk është më ai morali. Tash është, nuk ka dashni, nuk ka vetëm interes. Kjo është dobësia e... Mirë po, edhe shteti ja ka plësu, ja ka mundësu ato kushte. Nuk e ka financu sa do të, ajo do të me jetu. Morali shumë... Sa është morali një gruaje? Se ka hi interesi. Vlera, pa vlerë, vlerë. A vëllë që edhe në qift ka interes? Ka edhe në qift. Sot dashni s'ka në qift. Shumë pak. Qa vendimi ki për të rathin që po të rathon një grua, po I len fëmijët dhe dhe më thonë e ka një lidhje të dytë? Shumë keq. Ajo është dobësia, ajo është vlefta ma e degenerume që si që. Një nanë, kur I le fëmijët, e shkon të tjetër është... Qëka do të thotë nanë? Ajo kjo është njerim. Nëse një burr nuk ka plotëson, domethënë kërkesat e një grua. A duhet ajo grua të tradhtoj? Ja. Ose është I smum, ose s'ka mundësi, ose... Ajo s'është dashni. Ti ku të fillojsh dashni me te, bën kunora, ti thët, sin të mirë, nuk është burri I mirë vetëm kur të plotësot gjitha dëshirat, edhe prapë si e kënaqshme. Nuk janë të kënaqshme femrat, në përgjithësi, pse ja I mbroj femrat, jam për to mirë, po... Pse kanë këtë ego femrat që ndoshta nuk I mjafton një burr, mirë po del edhe me dikon tjetër. Për çefet. Vetëm për interes, veç interes është. Dën kertë mirë, dën bësh dhurata, dën bësh mothe, dën harron që ka fëmijë, harron që ka familje, ka burrë. Po ku mbet morali pastaj? Askun. Shumë ka në pasuni, në interes, ma shkurt. Kur e le fëmijën, çfarë morali ka ajo femër? Çfarë ajo një nanë si le fëmijët, ajo s'ka më moral. A mendon që po shitet morali? Po. Çfarë shiton gjithë femrat, gjithë grave? Në rend parë familjen, pastaj fëmijët, pastaj pasunia sot është, nesër s'është, dashni sa më shumë, si të fëmijë, si të mësëvarit e burri, se ka I ka vleft,
pastaj te fëmia, Dërma, unë kisha shumë krahtësi,